Përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Bregdeti plazhi të vjetër vijon të jetë një zgjedhje e përhershme, jo vetëm për pushues nga vendi, të shumt janë edhe të huaj në këtë plazh, i cili konsiderohet si më i përshtatshëm për pushues familjar dhe hapësirën e bollshme, dhe detin me pak thellësi për të vegjëlit. Shumë prej pushuesve vendasve të huaj, por edhe qytetarët të Vlorës zgjedhin për pushim me bregdetin e plazhit të vjetër, ku siç tregojnë edhe vetë pushojnë aty për të shmangur sadopak zhurmën dhe fluksin e lëvizjes që ka në lungomare, apo edhe në radhim orikum. Pushuesit që gjehen në këtë pjesë të bregdetit të Vlorës janë ata që vinë në plazh me familjen, me fëmijët e vegjël, dhe për shkak të thellësisë të pakët në breg, ky plazh konsiderohet ideal për ta. Shumë janë edhe të moshuar që zgjedhin këtë bregdet për rërën që e cilësojnë si kurative për probleme të shëndetit si reumatizma, ndërsa drejtuesjet e automjeteve tregojnë se e vinë në plazhin e vjetër pasi ka më tepër parkime dhe i shmangen trafikut të rënduar të verës. Për plazhin, bregdetin kanë përshtypjet më të mira. Plazh me kum, është më qetë, lëvizja shumë s'ka akoma, si vjetës është dobët, mirë, si vjetës e kuruar, mirë, tu është mirë, po, ja 15 ditë akoma. Të vinë da vizitojnë, sepse Vlora është një perl, pavarësisht ka dhe probleme, ka dhe gjëra që duhen zgjidhur, por që ja vlen. Plazhi i ri atje nuk e ku lë makinën një edhe s'ke ku bën plazh, s'ka atje janë zënë nga shezonët. Këtu ka hapësirë plot. Po e familjare djetë. Fëmijët e vegjël më mirë akoma këtu bile. Ndërsa andaj kush kemi vajt andaj. Patjetër, po dy vjet apo. Po atë njerëz s'ke ku lë makinën një. Edhe sikur në këmbë të vesh s'ke ku ashtu plazhi i mirësh, plazhi i mirë. Po. Patjetër ne. Po ashtu këtu jemi ne. Ashtu. Shko, e tham dhe në fillim që e para ishte parkimi njerë, që nuk gjenim dot parkim, ose venim në Zvërnes, ishte prisha i vendi që venim, edhe gjetëm këtë këtu. Jo, ne kemi bërë, kur ishim të rinj këtu, jemi rikthyer tani që në këtë moshën e thyer. Në Vlonjate, shikojmë ndryshimin çdo ditë bile. Kur dalim në lungomare për zotin, vetëm të huaj dëgjojmë më shumë se sa Vlonjat. Vlonjate të rim deri në shtator. Fundjavave i kemi kështu, edhe kur mbaron sezoni ne vim. Frekuentojmë sa më shumë, të vinë sa më shumë në Vlorë. Deti pastër, këtu është shumë i pastër, si vjet nuk e di. Qyteti shumë mirë, plazhi mirë, i pastër, sepse në radhë parë këtu ka pastërti, dhe njerëzit janë të edukuar, të kulturuar, plazhi është shumë i pastër, dhe ne jemi mësuar me këtë territor të plazhit vjetër. Këtu janë të gjithë familjarë, e të gjithë të edukuar dhe kur konsumojnë në një patatinë në një gjë, i edhin të kosha mbeturinat, që ne jemi shumë të kënaqur. Pushuesit të zgjedhin Vlorën, se Vlora është perl, Karabrun, Sazan, det, rër, prap shpellë e fikut në Kanin, kështu që këtu është tamam për turistat. Bregdeti i plazhit të vjetër, por edhe Zvërneci janë cilësuar si ideal për të moshuarit dhe kryesisht ata që pushojnë me familjen, pasi kanë hapësirë të bollshme ku mund të luash. Deti me më pak thellësi ul rrezikun për të vegjëlit dhe u jep më tepër mundësi noti, si edhe rëra, dielli dhe klima kthehen në faktorë të përmirësimit të shëndetit të tyre. Temperaturat e larta të verës dhe rritja e numrit të turistëve kanë sjellë një fluks të shtuar vizitash në pediatrinë e Spitalit Rajonal të Vlorës. Sipas mjekes Rina Lanaj, rreth 70 deri në 80 është numri vizitave në ditë, ndërsa 35 numri shtrimeve. Më të prekurit janë fëmijët me viroza sezonale, probleme respiratore, alergji dhe pickime nga insektet. Temperaturat e larta të verës dhe rritja e numrit të turistëve kanë sjellë një fluks të shtuar vizitash në pediatrinë e Spitalit Rajonal të Vlorës. Sipas përgjegjëses së pediatrisë mjekes Rina Lanaj, gjatë kësaj periudhe janë regjistruar rreth 70-80 vizita në ditë dhe 35 shtrime, ndërsa më të prekurit janë fëmijët me viroza sezonale, probleme respiratore, alergji dhe pickime nga insektet. Lana i thekson se mes pacientëve ka dhe shumë fëmijë të ardhur nga qytete të tjera dhe turistë që kalojnë pushimet në Vlorë, të cilët paraqiten me simptoma të ndryshme që lidhen kryesisht me temperaturat e larta dhe ekspozimin në diell. Qyteti i Vlorës dhe Spitali Pediatrik ditët e fundit paraqet një ngarkesë me pacientë të moshave
nga 1 muaj deri në 14 vjeç. Kjo është e lidhur me sezonin turistik, me ngarkesën që ka qyteti, paraqiten fëmijë në 24 orë, shifrat e kam thënë dhe më në intervistat e tjera, luhaten nga dita në ditë, por zakonisht arrin një shifër 80, 90, 70, kjo është lëvizme, vizita. Numri shtrimeve në 24 orë mund të jetë 35, mund të jetë 40, kurse numri vizitave është pak a shumë në të njëjtët raport i njëjtë dhe trajtohen me terapi ambulatore në familje. Simptoma që kemi fëmijët. Fëmijët paraqiten në këtë sezon kryesisht dominojnë sëmundjet e aparatit gastrointestinal ose ndryshet aparatit tretës. Çrregullimet janë më shumë në 10% e tyre janë virale dhe janë të lidhura me çrregullimet të tretjes në formën e të vjellave, të diares, të temperaturës së lartë, të dehidratimit të fëmijëve. Krahas këtyre diagnozave ne kemi dhe diagnoza të tjera për shkak të moskujdesit ose të lënies fëmijës me tepris në rrezet e diellit. Mund të paraqitin goditje nga dielli, mund të paraqitin pickime nga insektet, mund të paraqitin pickime në det, mund të kenë reaksione alergjike të ndryshme që mund të vinë nga ushqimet ose nga prezenca siç janë dermatitet e kontaktit, por të diagnoza të tjera të aparatit respirator ose të sistemeve të tjera. Pavarësisht sensibilizimit që ne bëjmë në media apo nëpërmjet të rrjeteve sociale që fëmijët nuk duhet ekspozohen mbas orës 11 deri në orën 5 pasdite për shkak të temperaturave të larta, sepse shkaktojnë jo vetëm djegje, shkaktojnë dehidratim, janë të dëmshme për lëkurën. Por ajo që më tërheq vëmendjen dhe ju flasim në nave të reja që fëmia deri në 6 muaj nuk të paraqitet fare në rrezet e diellit. Fëmia deri në 6 muaj nuk duhet të ekspozohet, por dhe në këtë moshë ka një përkujdesje të vejë orët e para të mëngjesit. Nëna të ketë kujdes të rehidroj fëmijën gjatë ditës me ujë dhe me kos. Mos e japi lëngje të gatshme dhe të japi ushqime të lehta të përpunuara në familje, të zjera dhe që të jenë të konsumueshme brenda ditës. Të bëjnë kujdes me ushqimet që marrin nga jashtë, qofshin këto lëngje të gatshme, ushqime të përpunuara, të shikohet koha e përdorimit të tyre për arsye se një pjesë e çrregullimeve gastrointestinale është e lidhur me këtë gjë. Mjekja Arina Llanaj u bën apel prindërve të tregojnë kujdes të veçantë gjatë ditëve të nxehta duke i mbajtur fëmijët të hidratuar me konsum të bollshëm lëngjesh dhe ushqime të lehta e të freskëta. Po ashtu, ajo këshillon shmangjen e ekspozimit në diell gjatë orëve të pikut dhe kërkimin e menjëhershëm të ndihmës mjekësore në rast se fëmijët shfaqen temperaturë të lartë, vështirësi në frymarrje apo simptoma të tjera shqetësuese. Viti ri shkollor 2026-2027 pritet që të vi me një sër ndryshimesh në arsimin profesional. Sipas Gentian Boçi, drejtuesi i Shkollës Industriale Pavarësia, pritshmërit janë në shtimin e ambienteve të reja, ndërsa risi është krijimi i laboratorit për ndërtimin e vendeve ku karikohen makinat elektrike. Viti i ri shkollor 2026-2027 pritet që të vi me një sër ndryshimesh në arsimin profesional. Ndryshime këto që Gentian Boçi, drejtori i Shkollës Industriale Pavarësia, thotë se do të prekin edhe këtë institucion arsimor. Gentian Boçi thotë se puna e përditshme, projektet, hartimi i kurrikulave mësimore janë baza e aftësimit profesional të nxënësve në këtë shkollë. Drejtori Boçi sqaron se këtë vit në shkolla do të pranohen edhe nxënës që kanë përfunduar klasën e 10 në arsimin e përgjithshëm, çka pritet të rrisë edhe më tepër numrin e nxënësve në arsimin profesional në qytet. Shkolla industriale është në një valë të madh investimi, investim që ka filluar me zgjerimin e ambienteve. Në vitin 2027 do ketë rekonstruksion të ambienteve ekzistuese të shkollës industriale, po edhe të bazës prodhuese. Jemi duke përmbyllur tratativat për ndërtimin e një laboratori super modern nga Fincantieri, i cili tashmë është bashkëpunëtori jon, më i partneri jon më i ri në rrugën tonë për arsimin profesional. Një laborator shumë modern, do kemi një laborator apo një repart të prodhimit të kullave të karikimit të makinave elektrike, i cili është duke u bërë gati. Po nuk janë këto kryesorët, kryesorja është puna e përditshme e nxënësit, hartimi dhe parashikimi i projektit që realizohen gjatë vitit të ri shkollor dhe ajo që kemi bërë deri tashmë që ishte një fushat promovimi e fort kësaj radhe dhe kemi shkelur çdo shkollë vjeçare dhe ne presim një shifër 180 nxënësish dhe jo vetëm numrin e nxënësve, po presim dhe njerëz apo nxënës dhe prindër që kanë orientuar ta nxënës më të orientuar drejt profesionit, që do të thotë kur një nxënës të vinë në shkollën industriale duhet të jetë ta ketë mendjen të ndarë që nuk do vetë për të marrë shkollën, po do vetë të marrë një profesion
pasi marrja e profesioni në këtë moshë do të thotë që të sigurosh ato 40 apo 50 vite punë që do bësh në të ardhmen, plus që tashmë dihet që arsimi profesional jo vetëm të siguron një biznes apo një profesion apo një punë pas shkollës së mesme, po t'i jap të gjitha rrugët për të vajtur në çdo deg të studimeve të shkollës së lartë, kështu që shumë mirë mund të ndjekësh një deg inxhinierike apo një deg tjetër e cila nuk ka lidhje me profesionin dhe në përfundim të gjithë studimeve ke një biznes tënd dhe një diplomë të shkollës së lartë. Dhe meqense jemi këtu dua të theksoj gjithmonë në mbështetjet e ligjeve të reja të nxjerrë nga qeveria shqiptare për rritjen e numrit në arsim profesional, pasi tregu ka një nevojë emergjente dhe shumë të madhe për këta profesionistë. Ne si vjet do pranojmë edhe nxënës që kanë mbaruar klasën e 10 të një shkolle të përgjithshme, të një gjimnazi, që do të thotë një nxënës që ka mbaruar klasën e 10 gjimnaz dhe nuk e ka gjetur veten apo do kërkon të bëhet një profesionist, mund të vitë në shkollën tonë direkt në klasë të 11. Shkolla ka programet dhe të gjitha strukturat gati që këta nxënës atë pjesë të profesionit që s'e ka marrë në vitin e parë të gjimnazit ta marri në shkollën tonë. Dhe në fund të vitit 2, klasës së 11 aty klasës që do vi si vjet, nxënësi certifikohet njësoj si nxënësit e tanë që kanë bërë 2 vjet në shkollën profesionale. Kjo është një mundësi shumë e madhe për të gjithë ata gjimnazistë, të cilët ndoshta se kanë gjetur vete, po ndoshta gjatë kësaj kohe duke parë dhe kërkesën e madhe për profesionet dhe pagesën e madhe për profesionet, kanë ndryshuar mendje dhe sot që flasim, ne kemi rreth 12 emra, të cilët kanë mbaruar klasën e 10 gjimnaz dhe do regjistrojnë në klasën 11, janë thjesht regjistrime jo zyrtare, pasi kjo punë do bëhet sapo të hapet sistemi i regjistrimeve, gjë që do presi hedhjen e të dhënave në sistem të klasave të 9 me gjithë provimet, nxjerrjen e dëftesave dhe kuptohet edhe me nxjerrjen e dëftesave të vitit parë në sistem, pasi tani çdo gjë është në sistem. Arsimi profesional është gjithnjë më shumë në vëmendje të qeverisë shqiptare, e cila përgjatë viteve të fundit ka parashikuar një sër investimesh me realizimin e projekteve të cilat pritet të transformojnë shkollat profesionale në Vlorë dhe jo vetëm. Edhe kjo fundjavë ka sjellë sërish një fluks të lartë lëvizjesh në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, ku qindra e qytetarë dhe automjete kanë udhëtuar në të dyja drejtimet, Greqi dhe Shqipëri. Për përballimin e fluksit të lëvizjeve, aktualisht policia kufitare shqiptare po punon me 5 sportele, ndërsa pala greke me 3 sportele. Fundjava ka sjellë sërish një fluks të lartë lëvizjesh në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, ku qindra qytetarë dhe automjete kanë udhëtuar në të dyja drejtimet, nga Greqia drejt Shqipërisë dhe ana Sjeltas. Sipas policisë kufitare, gjatë 24 orëve të fundit në Kakavijë janë përpunuar gjithsej 9360 shtetas në hyrje dalje, prej të cilëve 5625 në hyrje dhe 3745 në dalje. Po gjatë kësaj periudhe janë përpunuar 3215 automjete, nga të cilat 1926 në hyrje dhe 1289 në dalje. Për përballimin e fluksit të lëvizjeve, aktualisht policia kufitare shqiptare po punon me 5 sportele, ndërsa pala greke me 3 sportele. Pavarësisht numrit të lartë të udhëtarëve, gjatë paradites së kësaj të diele nuk janë konstatuar atë në territorin grek për automjetet që udhtojnë në drejtim të Shqipërisë. Fluksi pritet të vijojë gjatë gjithë javës. Fluksi pritet të vijojë gjatë gjithë fundjavës në kushtet e sezonit turistik dhe rritjes së lëvizjeve të qytetarëve mes dy vendeve. Në Vlorë po vijojnë punimet për ndërtimin e Muzeut Hebraik, një projekt për rehabilitimin e qendrës historike të qytetit. Sipas ministrit Blendi Gonxha, muzeu do t'i kushtohet historisë së komunitetit hebre në Shqipëri, ndërsa do të jetë pjesë e kompleksit kulturor të Vlorës, pasi ndodhet afër 3 muzeeve të tjerë: Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, Muzeut Historik dhe Muzeut Etnografik. Në Vlorë po vijojnë punimet për ndërtimin e Muzeut Hebraik, një projekt që po realizohet në bashkëpunim me Fondi Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, në kuadër të rehabilitimit të qendrës historike të qytetit. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha theksoi përmes një postimi në rrjetet sociale se muzeu do t'i kushtohet historisë së komunitetit hebre në Shqipëri dhe do të shërbesë një hapësirë për ruajtjen dhe promovimin e kujtesës së bashkëjetesës mes popullit hebre dhe atij shqiptar. Sipas tij, paralelisht me ndërtimin e Muzeut Hebraik, po planifikohet edhe një ndërhyrje integruar për Muzeun Etnografik të Vlorës, një monument me vlera të veçanta historike.
Muzeu Hebraik Shqiptar do të jetë pjesë e kompleksit kulturor të Vlorës pasi ndodhet afër 3 muzeve të tjerë, Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, Muzeut Historik dhe Muzeut Etnografik. Godina ku po ngrihet ky muze është një ndërtim i fund shekullit të 19 dhe ndodhet në qendrën historike të Vlorës. I projektuar nga një studio e njohur izraelite, Muzeu Hebraik po realizohet me një financim prej 280 milion lekësh. Ky muze do të rrëfejë historinë shekullore të bashkëjetesës mes shqiptarëve dhe popullit hebre, por edhe do të kthehet në një qendër që gjeneron dialog mbi tolerancën dhe mirëkuptimin mes popujve. Është zhvilluar mbrëmjen e së shtunës nata e dytë e festivalit folklorik në qendër të fshatit Kot. Performanca e grupeve të polifonisë Labe është ndjekur nga admirues të shumë të mbledhur në të gjitha zonat e Labërisë. Edicioni i 4 i festivalit folklorik të Kotës në bashkinë e Selenicës ka vijuar me natën e dytë duke e kthyer qendrën e fshatit në një skenë të madhe të këngës Labe. Artist, banor të zonës, emigrant të rikthyer për pushime dhe vizitor, u bën pjesë e mbrëmjes folklorike ku tradita dhe kultura u ndërthurën në një atmosferë festive. Në skenën e festivalit u ngjitën 8 grupe të polifonisë Labe nga fshatrat e Selenicës, por edhe grupe të ftuara nga trevat të tjera të Labërisë. Grupet konkurruan mes tyre ndërsa në fund të mbrëmjes u vlerësuan me certifikata pjesëmarrjeje. Fituesi i edicionit të 4 do të shpallet në natën finale të festivalit. Një nga antarët e juris, Kristo Qipa, e cilësoi festivalin si një aktivitet me rëndësi të veçantë për ruajtjen e një prej pasurive më të çmuara të kulturës shqiptare, polifonisë Labe, e cila është pjesë e trashëgimisë botërore të mbrojtur nga UNESCO. Ai kërkoi më shumë mbështetje nga pushteti vendor dhe ai qendror për organizimin e aktiviteteve të tilla, të cilat sipas tij ndikojnë në afrimin e të rinjve me këngën tradicionale dhe në ruajtjen e identitetit kulturor. E vërteta është që nga nata e parë ishte një surprizë e mrekullueshme dhe kuptoj që edhe nata e dytë sa shohun me grupet është një lajm mjaft i mirë për gjithë Labërinë, por kryesisht edhe për gjithë kulturën botërore, sepse kjo këngë është tani tashmë e njohur në UNESCO, sepse brezi e ka përqapuar ai lloj meraku që ishte gjithandej tek jugu, tek kjo kënga rrëçe, kjo kënga kaq e bukur Labe, sikur u te kalua, tani vetëm që institucionet qoftë shtetërore, qoftë ato bashkiake, të gjejnë mënyrën, koordinohen për ta patur sistemi zinxhir që të ruhet, sepse ajo ideja që rinia nuk e do shumë të këngë, nuk doli e vërtet, bile duan shumë, sepse ballafaqimi jashtë kufive të ardheut, me kulturat e vendeve tjera i detyron ata të njohin kulturën e tyre dhe të ballafaqojnë me ata të tjerë. E sot janë 8 grupe edhe 2 përshëndetës së dhjetë, plus që janë 2 instrumentista të instrumentave baritore. Kënga jonë është e pashershme dhe me gjithë sa më shumë festivalet bësh, aq më tepër xhevaire gjën nga kultura e këtij kombi. Të dyja kanë kopë, por më kryesore ka qenë pikërisht që të brezi i ri ta përqaponte gjë që u arrit. Tani del detyra që cilësisht të rritet niveli i këngës. Sot ka zëra të mrekullueshëm dhe teknologjia që kemi na ndihmon për këtë problem, por duhet një punë sistematike. Janë struktura shumë të thjeshta që ndërtojnë shumë kollaj dhe me një kosto gati të papërfitshme, të vlerë të mrekullueshme, ta ruajmë sepse kudo që shkojmë, kudo në botë, nga të gjitha gjërat që ne përcjellim, kjo është kryesorja dhe të gjithë na e pëlqejnë. Është si puna e atyre xhevaireve që i mbulon me dhe. Në momentin kur ti mendoj që ata kanë humbur, njëra e pesh e nxjerr metalin e çmuar nat dhe njerëzit në situata të vështira duan më shumë këngë. Edhe përfaqësuesit e grupeve pjesëmarrëse u shprehën të lumtur për atmosferën dhe pjesëmarrjen e lartë në festival. Ata theksuan se misioni i tyre është ta përcjellin polifoninë Labe tek brezat e rinj, në mënyrë që kjo traditë të mos humbas me kalimin e viteve. Të njëjtin mesazh dhanë edhe këngëtarët e rinj të grupeve, të cilët tanë se janë krenar që janë pjesë e kësaj trashëgimie dhe se do të vazhdojnë ta kultivojnë dhe ta promovojnë këngën Labe. Kemi marrë shumë evente pjesë, nuk është e kemi. Po, është shumë e rëndësishme sepse tani ka një konkurim, po flas për shumë arsye sepse njerëzit e duan shumë këngën Labe. Pa ka shumë e ruan sepse ne kemi futur tani djemë të rinj që vinë pas neve. Do thuash ti që ne s'jemi akoma të vjetër, po gjithse është një gjë që djemë të rinj do ta përfaqësojnë dinjësisht. Në çfarë grupi? Në grupin polifonik të Gjonit. Ato kemi filluar të eksperiencë para një viti, si grup shkollor. Dhe
vendosu ta vazhdojmë, sepse ishte një eksperiencë pavarësisht se fillimisht nuk ishim atë përvojën e duhur. Me vazhdim me kalimin e kohës, pas shumë provës, pas shumë sfilitjesh të themi, arritëm aty që donim dhe jetë kemi sot këtu. Me thënë drejtën është një traditë e cila po vjen drejt venitjes, po duket. Nuk shikojmë më të rinj që flasin nga njerën me këmbë lapi. Kandidaturisht kam dëshirë duhet ta provojmë pak më shumë kapë. Do më gjallë është traditë e lashtë. Është një kultura e identitet kombit. Ti bazë së Vasterit. Dhe jemi për herë të parë që vazhdojmë të festival dhe urojmë të gjithë suksese grupeve të tjerë, në radhë të parë dhe kolegëve tanë. Është një mendim dhe një dëshirë të gjithë si bashkëtarët tanë për të krijuar një grup. Dhe kjo u realizua fal të gjithë bashkëtarëve tanë që na kanë mbështetur. Ne shpresojmë që dalim mirë pa për. Si thënë, është shumë e bukur dhe Kënga Lape është një nga perlat më të bukura dhe më të preferuara të gjithë trevat e jugut. Po eksplorojmë të fëmijët tanë në brezat e pradhë, me mbrapa që vjen. Po kem të rinj që e kërkojnë, e dëshirojnë dhe na mbështesin dhe shumë të rinj që janë në brezat e ardhshme. Përveç vlerave artistike, festivali folklorik i Kotës synon të forcojë edhe traditën duke mbajtur gjallë trashëgiminë kulturore dhe duke afruar gjithnjë më shumë të rinjt me polifoninë labe. Gjatë një interviste për Blu Televizion, shkrimtari Çliri Moxha tregon se të gjitha veprat e tij në prozën e gjatë mbështeten në ngjarje të vërteta. Në mbyllje, shkrimtari ka edhe një mesazh për brezin e ri që duhet të kthejë syt nga libri pasi ai është dituria. Çliri Moxha është një nga shkrimtarët më të njohur vlonjat, autori 11 romaneve dhe 3 librave studimore. Hoxha tregon se romanin e parë e ka botuar në vitin 2003 dhe librat e tij të parë flasin rreth sistemit komunist, luftën e klasave dhe persekucionin e individëve. Duke përmendur disa nga botimet e tij kryesore, ai tregon se për shkak të interesit ato janë ribotuar deri në 10 herë, si dhe janë përkthyer në gjuhën angleze. Tani unë kam shkruar 11 romane edhe 3 libra studimor historik. Në romanin e parë kam shkruar në vitin 2003, Lëngata e shpirtit, pastaj vjen romani tjetër po të vit Rrugë e vithisur, që trajtojnë tema domethënë para viteve 90 që kishin të bënin me luftën e klasave dhe me persekucionin e sistemit të kaluar. Pastaj kam kaluar tek librat e tjerë, siç është Nëndetësia e plagosur që e kam shumë për zëmër. Është herë 10 që botohet, Ditari i Murgeshe gjithashtu është herë 10 që botohet, që zhvillohen ngjarjet manastirit në Zvërnecit, dhe vim me radhë pastaj te libri romani Sofia, një ngjarje shumë e bukur me një vajzë nga Himara, që është përkthyer edhe në anglisht. Pastaj vim tek romani Vrasja e kryeministri, që ka të bëjë me ish kryeministri Mehmet Çeu, por që ka një ngjarje misterioze se vin një vajzë nga Italia për të na gjetur varrin e Stërgjyshit. Vajza kishte aftësi paranormale, hynte në botën e përtej me thëriste njerëz që larguar nga jeta, bisedonte me ta. Erdhi na gjeti varrin e Stërgjyshit që kishte humbur 103 vjet më parë. E gjeti në fshatin Oshtim, ku ne e kërkonim në Cerkovin. Ai kishte një protezë në këmbë, se kishte humbur një herë në këmbë në betejën e Janinës, dhe ajo ishte shenja kryesore që ishte ai. Dhe pastaj unë i kërkova vajzës. I bëra 2 pyetje kur ajo u kthye në Itali. Ajo kishte bërë mrekulliera në Itali, e njifte Vatikani. I thash të lutem, kërko Mehmet Çeun thire, edhe pyete, vrau veten apo e vran? Edhe ajo e thiri, ai pranoi, ti tregonte të vërtetën, e vërteta më vin mua, brenda në libër ndodhet. Gjithashtu zbulova se çfarë ndodhi ku u zhduk Remzi Hoxha, biznesmen shqiptar Maqedonas. Vajza e thiri, ai pranoi të bashkëpunonte, sepse çfarë kuptova unë me intervistën që i mora asaj vajze dhe me ato që pash vetë me sytë e mi. Njeriu vdes fizikisht, shpirtërisht nuk vdes kur. Shkrimtari Çliri Moxha pohon se ajo që i bashkon veprat e tij është mbështetja tek ngjarjet e vërteta, ku brenda tyre ka fakte historike nga lashtësia. Hoxha shprehet se në shkrimin e veprave letrare ka ndihmuar tepër arkivi i Bibliotekës së Vlorës, institucion që e drejtoi për disa vite. Shkrimtari Hoxha konfirmon se në plan ka edhe botime të veprave të tjera në vijimsi. Për librin, autorët vlonjat, ata të cilët shkruajnë, sipas tij duhet mbështetje nga shteti. Mbështetje që sipas Hoxhës duhet jetë e pakursyer edhe për libraritë apo bibliotekën kryesore të qytetit, duke i pasuruar ato më tej me vepra letrare.
shqiptare. Në fund, shkrimtari ka edhe një mesazh për brezin e ri që t'i kthej syt nga libri, pasi ai është dituria. Boshti është që mbështeten me ngjarje të vërteta dhe kanë brende fakte historike nga historia jone lashtë. Libri për shembull Traktati i origjinës së shqiptarëve, që është një libër madhor, për këtë botuar 5 herë dhe për këtë në italisht, ndodhet sot në anglisht, ndodhet sot në Bibliotekën e Kongresit Amerikan në Washington DC dhe në Bibliotekën e Londrës. Ose Troja gjendën në Shkodër, me fakte nga Homeri për vendodhjen ku zhvillua betejë e Trojës. Gjithashtu kemi gjurmime në artografinë botërore për tokat ku kanë jetuar shqiptarët, janë 170 harta të vjetra, brenda dhe foto që dëshmojnë se ku kanë jetuar shqiptarët në kohët e vjetra. Patjetër. Unë thash kam botuar rreth 16 libra gjatë këtyre viteve dhe duke qenë se kam qenë dhe drejtuesi i bibliotekës qytetit, më ka ndihmuar shumë arkivi i pasur që ka atje biblioteka, enciklopeditë shumëta që janë atje, enciklopedia e madhe ruse, greke, franceze, angleze, britanike, ato kanë fakte brenda me historinë e shqiptarëve, që duhen qëmtuar. Po kemi ide plot për të shkruar, po janë është botuar libri, ky është libri i ri, gjurmime në artografinë botërore, studim, dhe romani ajo nuk ishte faj, është romani i ri sapo ka dalë. Në plane kemi dhe romane të tjerë, por duhet mbështetje. Kjo librari që ju shikoni këtu është me qera. Dhe që nga janari e deri në qershor, unë kam paguar nga pensioni im për të mbajtur librarin hapur. Pa ka paguar qeran, për të plotësuar qeran, sepse shitja e librave ka rënë. Dhe duke qenë me qera, dhe duke qenë se nuk të ndihmon askush që të ri kjo librari, që është libraria kryesore në Vlorë, të ri hapur, kjo librari rrezikon që në vjesht edhe mund të mbyllet. Unë e kam mbajtur me shpirt në përdhëm, me sedër, sepse po të merret vesh që në Vlorë u mbyll libraria kryesore, bën bujë të madhe në gjithë Shqipërinë. Vlen të theksohet se vitet e fundit, për shkak të uljes së interesit për të lexuar, disa prej librarive në qytet janë mbyllur duke shpallur falimentim. Do të thoja që do bëj thirrje të gjithë të rinjve, të kthehen te libri. Libri ndriçon mendjen, mendja ndryshon botën. Nuk ka si libri. Libri është ushqim, libri të çon përpara. Të gjithë sot kokat e mëdha në botë kanë dalë nga libri. Të gjithë personalitetet e botës dalin vetëm nga libri, nuk dalin nga interneti dhe teknologjia. Prandaja sot do bëj thirrje të gjithëve që të kthehen syta libri dhe institucioneve që të na mbështesin që kjo librari mos të mbyllet. Faleminderit juve. Kostumet popullore të zonës së Gjirokastrës gjithnjë më shumë po të rreshin vëmendjen e turistëve, fal vlerave etnografike, traditës dhe mjeshtërisë së punimit veshjet karakteristike. Ato janë të preferuarat e turistëve vendas dhe të huaj që vizitojnë qytetin e Gurtë. Kostumet popullore të zonës së Gjirokastrës gjithmonë e më tepër po tërheqin vëmendjen e turistëve, duke shërbyer si resurse të veçantë për tërheqjen e vizitorëve vendas dhe të huaj. Fal vlerave etnografike, traditës dhe mjeshtërisë së punimit, veshjet karakteristike janë të preferuarat e turistëve vendas dhe të huaj. Turistët të cilët vizitojnë qytetin e Gurtë parapëlqejnë që të veshur me kostumet popullore të shëtisin përgjatë rrugëve të kaldrëmta. Mjeshtria qëndistare Eli Zhulati shpreh se në këtë periudhë vere është i lartë interesimi i turistëve për veshjet e traditës. Është e vërtet që turizmi rrit kërkesën për kostumet popullore, qoftë këto një kostum i kompletuar ose element nga kostumi. Por dua të them se ne jemi në një muaj që vinë të gjithë shqiptarët në emigrim. Nuk pretendoj që të gjithë ata që vinë në Shqipëri do vinë në këtë punishten e vogël, po them të gjithë ata që kanë bërë porosit kohë më përpara, është periudha e tyre e lumturisë, po të themi, për të marrë kostumin që ata kanë porositur. Në fakt janë vendasit ata që i kanë dhënë njehon kostumit kombëtar tradicional. Përpos tyre, edhe miqësit që kanë krijuar me të huajt në vendet ku ata jetojnë ose punojnë, janë inspiruar nga larmishmëria që kostumi ka për të bërë një element të kostumit. Për çdo person ngarkohesh me emocione të veçanta, sepse dhe ai, personi që ka bërë porosin, të ngarkon me emocione, me dëshirën, me padurimin, me entuziazmin që ai ka për të patur këtë kostum, dëshirë, kujtesë, rikujtesë apo nostalgji për brezat që kanë kaluar. Absolutisht nuk duhet të haruar se ne nuk jemi një vend pa histori, pa kulturë, pa traditë. Nëse gjithë librat e historisë flasin për luftrat, betejat, fitoret, trojet, shtrirja gjeografike, sa duhet të ishim e ku duhet të ishim,
Kostumi në vetvete është ambasadori që e tregon këtë të vërtetë. Në këto ditë fillim gushti Gjirokastra vazhdon të mirëpres një numër në rritje turistësh, të preferuara për ta janë vlerat historike, traditat dhe peizazhi natyror i qytetit të Gurët dhe zonave përreth tij. Një befasi e bukur ishte ekspozita e qelur në shëtitoren pranë Galerisë së Artit në Sarand, ku prezantuan veprat e një artiste të re, e cila sapo ka përfunduar klasën e 8. Ajo është Diora Çota, e cila solli para publikut ekspozitën e saj të parë personale. Vizitorët patën mundësi të shijonin një koleksion pikturash që pasqyrojnë imagjinatën e saj të pasur dhe dashurinë e veçantë për natyrën. Një befasi e bukur ishte ekspozita e qelur në shëtitore pranë Galerisë së Artit në Sarand, ku prezantuan veprat e një artiste të re, e cila sapo ka përfunduar klasën e 8. Ajo është Diora Çota, e cila solli para publikut ekspozitën e saj të parë personale. Vizitorët patën mundësi të shijonin një koleksion pikturash që pasqyrojnë imagjinatën e saj të pasur dhe dashurinë e veçantë për natyrën. Ekspozita ime e parë personale që kam hapur në Galerinë e Arteve në Sarand. Unë gjithashtu kam hapur edhe 5 ekspozita të tjera në Tiranë. Tematika ime kryesore kanë qenë peizazhet, natyra dhe vendet të ndryshme të Shqipërisë. Unë kryesisht kam punuar në telajo dhe këtë pasionin e kam pasur që kur kam qenë e vogël, që kam filluar të prek penelin që në moshën 3 vjeçare. Dhe shpresoj që këtë gjë unë ta vazhdoj derisa të rritem. Në qendër të ekspozitës qëndron natyra si burim kryesor i frymëzimit. Peizazhet, lulet dhe elementët natyror marrin jetë përmes ngjyrave të gjalla dhe kompozimeve të punuara me kujdes. Veprat janë realizuar mbi telajo, duke dëshmuar për kushtimin dhe pasionin e Diorës për artin e pikturës. Diora Çota është nxënëse e shkollës Vasil Shanto në Tiranë që këtë vit do të nisë klasën e 9. Pavarësisht moshës së re, ajo po ndërton me seriozitet rrugtimin e saj artistik, e udhëhequr nga dashuria për artin, bukurinë dhe krijimin. Biznes kemi artiste më të re në programin e veprimtarive tona të Galerisë së Arteve për këtë vit 2023. Bisedat ishin nisur që herë, domethënë. Dhe muajt e fundit Diora pikturoi me sinqeritet, me dashuri, me ndjeshmëri, radhit penelat e veta bukur, po bitë gjitha me harmoni, se piktura kritika kompozojnë, pikturojnë, po brenda saj është harmonia. Neve që jeshojnë, themi po, pas ka shirë vajza, dhe mund të bëhet një arkitekte, dhe mund të bëhet një piktore shumë e mirë. Sëri rrugët janë të hapura, mund të bësh në Akademinë e Arteve dhe nga shkolla e mesme e përgjithshme. Mund të bësh për arkitekte dhe plot tek të tjerë. Po të përqendrohemi te pikturat e Diorës. Diora ka një cikël 50-60 vepra kajtë. Po njëra më e ndryshme se tjetra. Na sjell paketët më modeste për qytetin tonë, që kemi detin, qiellin, rreth, bulvardat, hijen, syrën e kaltër, të plot njëra. Pra, unë duke juruar, juve, familjes tënde që do shumë njerëzit afërmit, edhe neve që jemi sot, dhe të gjitha ata qindra që do kalojnë sot edhe nesër, do ta kemi dhe nesër ekspozitë. Do mbyllet nesër, darka ora 11:00, sa të mundemi ta mbajmë neve, edhe me një urim që ti të duam të përsëris me një ekspozitë tjetër të një niveli që ti mendon se je talentuar nuk është gjëra të bukura. Urime faktikisht. Ekspozita në Galerinë e Artit në Sarand shënon një hap të rëndësishëm në rrugtimin e saj krijues dhe përbën një premtim të bukur për të ardhmen e një talenti të ri që ka zgjedhur të shprehet përmes gjuhës së ngjyrave. Shkeli perimetrin e sigurisë me jet ski, pas raportimit nga pushuesit, policia kufitare blokon mjetin lundrues dhe ndëshkon drejtuesin me masë administrative 300.000 lekë të rinj. Shkeli perimetrin e sigurisë me mjet lundrues jet ski. Pas raportimit nga pushuesit, policia kufitare blokon mjetin lundrues dhe ndëshkon drejtuesin me masë administrative 300.000 lekë të rinj. Menjëherë pas raportimit nga pushuesit në adresën e policisë së shtetit për një mjet lundrues jet ski që kishte shkelur perimetrin e sigurisë në plazhin e Bunecit dhe po rrezikonte jetën e pushuesve. Shërbimet e policisë kufitare në bashkëpunim me njësinë policore detare organizuan menjëherë ndërhyrjen. Si rezultat i veprimeve të shpejta, u konstatua mjeti lundrues jet ski, i cili u bllokua nga policia kufitare, ndërsa drejtuesi i tij, shtetasi AG,
u ndëshkuan me masë administrative 300.000 lekë të rinj për shkelje të perimetrit të sigurisë në zonën e plazhit. Policia e shtetit falenderon qytetarët për bashkëpunimin dhe i fton ata të vijojnë të denoncojnë çdo rast të shkeljes së rregullave që synon sigurinë publike. Reagimi menjëhershëm dhe bashkëpunimi me qytetarët mbetet kyç për parandalimin e ngjarjeve që rrezikojnë jetën dhe sigurinë e pushuesve gjatë sezonit turistik. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.